Përshtypja publike e kritikëve ndaj jush dhe opozitës është që ju po rini në pritje, po fërkoni duart që të mund të fitoni ndonjë vot nga kalkulimi i konfliktit Osmani-Kurti. Qëndron kjo? Po fërkoni duart për të përfituar elektoralisht nga konflikti Osmani-Kurti? Ajo se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 5 viteve të fundit është që udhëheqja e Kosovës nga binomi Zuni Osmani dhe Albin Kurti ka qenë gjë më e keqe që ka ndodhur vendit. Se nuk kanë ditë as të qeverisin brenda, nuk ka ndonjë reformë, nuk ka ndonjë projekt të madh, nuk ka ndonjë rezultat konkret. Unë nuk di që ne mund të themi që nga 2019 deri më tash një koalicion që ishte VV-LDK dhe mandej një koalicion që ishte VV dhe Lista Guxo, realisht ka pas ndonjë rezultat konkret të matshëm. Ku ne mund të themi që është ky projekt i madh infrastrukturor. Ku ne mund të themi që është përmbush ky qëllim se ka ndodhur kjo reformë në arsim, në shëndetësi apo në ekonomi, apo ka rritje të pagave, apo ka ndodhur kjo avancim i pozitës së qytetarit të Kosovës. Përkundrazi, qytetari në Kosovë është varfëru dhe Kosova ka mbet aty ku ka qenë para 5-6 vitesh. Ngjajshëm len për ato se çfarë ka ndodhur në politikë të jashtme. Çdo qeveri që do të ishte në udhëheqje të shtetit, edhe më e lota prej 2019-s deri 2026 do të konkludonte që do të ta antarësonte vendin në NATO. Kjo drama e divorcit politik që ndodhi këto javë të fundit, unë nuk po dëgjoj që ata janë prish mes vetes se dikush kishte këtë prioritet strategjik dhe kjo palë nuk pajtohej, apo dikush kishte këtë pikpamje politike dhe pala tjetër kishte qëndrim të kundërt. Apo dikush thonte kjo është korniza politike intelektuale, cilën duhet shkojmë përpara dhe pala tjetër e kundërshtonte, por një luftë brutale e frymës së Machiavellit për pozita dhe për pushtet, dhe në fakt kjo tregon për vjerimin politik të një koalicioni të shpresës i cili është paraqit si ndryshimi i madh politik që i ndodh Kosovës, a në fakt ka qenë gjë më e keqe që ka ndodhur vendin në këto 5-6 vite të fundit. Dhe ne nuk shohim këtu dallim mes zotit Kurti dhe zonës Osmani, prandaj nuk fërkojmë duart, po më shumë fërkojmë syt të një drame politike e cila e tejkalon imagjinatën edhe të skenarëve të dramave më politike që janë shkruar në histori të njerëzimit. Kjo është çfarë po thuhet dhe po diskutohet kohëve të fundit.